Këto tekbire fillojnë në ditën e Arafatit, në namazin e sabahut dhe përfundojnë në ditën e 4 të Kurban Bajramit, në namazin e iqindijës. Fillojnë në ditën e Arafatit në namazin e sabahut dhe vazhdojnë deri në ditën e 4 të Kurban Bajramit në namazin e iqindijës. Dhe çdo herë pas faljes së farzit bëhen tekbiret e teshrikut. Pra është vajxhib si për meshkujt ashtu edhe për femrat që pas çdo farzi ajnë ta bëjnë edhe tekbirin e teshrikut. Ibn Abidini është një prej dietarëve të mëdhenj të Islamit, në veprën e tij Raddul Muhtar thotë, e transmeton historikun shumë interesant të kësaj se si kanë ngel këto tekbire. Thot Allahu xhalla xhelaluhu kur e sprovoi thot Ibrahimin alayhis salam dhe e urdhnoi që ta therrë djalin e vet Ismailin alayhis salam kurban. Dhe Ibrahimi alayhis salam u bind edhe ishte në gjendje ta therrë djalin e vet ta bëje kurban. Allahu xhalla xhelaluhu kur e pa se Ibrahimi alayhis salam ishte i bindur në këtë, se nuk ishte qëllimi, Zoti nuk donte që me të vërtet therrët njeri, po ai deshti ta sprovojë Ibrahimin ta shohë sa është në gjendje që ai të bëje për hir të Zotit. Dhe kur e pa se Ibrahimi alayhis salam do ta bëje vërtet kurban djalin e vet, Allahu dhul xhelal e urdhnoi Xhibrilin që ai ta sjellë një kurban prej qiellit dhe të therret kafsha kurban dhe jo Ismaili alayhis salam. Dhe Xhibrili kur e solli kurbanin, kur e pa se Ibrahimi alayhis salam po bëhej gati ta therrte djalin e vet, nga frika që mos vënohej, thiri prej lart tha Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibrahimi alayhis salam kur e pa se vjen Xhibrili edhe tha La ilaha illa Allahu Allahu Akbar. E pastaj Ismaili alayhis salam kur e kuptoi se nuk do therret ai kurban, po do therret një kafsh në vend të tij, tha Allahu Akbar walillahil hamd. Pra Allahu Akbar, Zoti është më i madhi. La ilaha illa Allahu Allahu Akbar, nuk ka Zot tjetër përveç Allahut. Allahu është më i madhi, Allahu Akbar walillahil hamd. Dhe Allahu është më i madhi dhe falënderimi hamdi i takon vetëm atij dhe askujt tjetër. Pra çdo herë kur i themi tekbiret është